E mërkura solli përmbytje dhe stuhi shiu në Shqipëri, por çfarë parashikon Moti për ditën e njëjtë? Ditën e njëjtë vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira të pakta në orët e para të ditës e më pas moti kthjellët. Era do të fryjë me drejtim nga veri perëndim, veri lindje me shpejtësi mesatare nga 1 në 8 metër në sekond, ndërsa për gjatë vijës bregdetare, era fiton shpejtësi 10 metër në sekond, shoqëruar me vallëzimin në dete të forcës 1 deri 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 7 deri 15 gradë Celsius, në zonat e ulta 6 deri 24 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare nga 12 deri në 23 gradë Celsius.